Njeri që ka një dorë të dukshme si të reforma në drejtësi nga dita e parë deri te dita e fundit që është grabitja e mandatit në gjykatë kushtetuese. Çfarë qëndrimesh mban zoti Xhafa? Mos ndoshta duhet pyetur dhe ai ndryshe nga institucionet? Po si duhet pyetur? Në këtë studio apo? Jo, në atë komision. Në atë komision ai merr pjesë, është një ndër kryetarët e një komisioni të ri që u shpik me rregulloren e re, ndryshimet e reja, nisma qytetare. Domethënë i thret edhe nga vetë emri i përket një retorike të sistemit kaluar. Po e vërtetë është që zoti Xhafa ka një qendrim korrekt aty në komision dhe më vjen shumë mirë nëse i keni ndjek ato postimet që unë bëj, i kam konstatuar me keqardhje se 4 nga anëtarët e 2 komisionet përbashkëta kanë votuar reformën drejtësi të gjithë së bashku. Dhe sot e pranojnë po të gjithë bashkë që kjo reforma drejtësi dështoi në aspektin e sjelljes së shërbimit qytetarëve më nga afër. Pra, e nisa pak më parë dhe thash u përqendrua te kulti individi, u hoqën ca njerëz. Dakor, te kishin problem njerëzit. Filloi unë i parë edhe shumë të tjerë. Kishin probleme, ne ikëm. Çfarë ndodh me shërbimin qytetarëve? Çfarë ndodh? Ndodh që nga 137.101 çështje që kanë qenë në pritje në 1 janar 24, se ngjan pak me 44 kjo, numri i tyre në 30 shtator 2025 ka arritur në 140.000. Tani, e dini kush është konstatimi tjetër i dhimbshëm? Përveç rregullores, përveç riorganizimit që e bën për shkak se s'kishin burime njerëzore. Pra, nuk është zgjidhje e dur, por ne e bën për këtë shkak. E pranojnë vetë. Problemi tjetër është që konsiderohet arritje që nga 2023 në 2024, KLG-ja konsideron arritje shkurtimin e procesit gjyqësor me 16 ditë. Pra nga 9 vite që ka shku mesatarja, që ju dini mirë ka dhe 12 dhe 16, tashmon në apel ka shku 7 vite procesi, në apel për shkak të ngarkesës dhe mungesës burime njerëzore. Atëherë çfarë ndodh? 9 vite pa 16 ditë, a quhet arritje? Shkurtimi me 16 ditë i afatit 9 vjeçar, që është 8 limiti të arsyeshëm kohor. 8 vite e 350 ditë, domethënë. Pra duhet ta dinë shqiptarët kush është feedback ose produkti që solli reforma. Duhet shtoj dhe diçka këtu, po është konstatim personal dhe politik. Pra gjithë ata që më ndjekin dhe ata që kanë ndjek edhe veprimtarinë time parlamentare, duhet të them që kjo reforma në drejtësi nuk u bë për individet që ishin brenda në sistem. Kjo u bë për të godit politikanët. Po. Pra për të vendosur nën kontroll politikën. Po jap 2 shembuj. Qëlloj që ishin kundërshtarët e qeverisë, politikanët e goditur. Po ju tregoj 2 shembuj shumë thjesht. Pra, një pushtet i cili do ti të i kaloj për masat e veta abuzive dhe ti realizoj qëllimet e veta, e vetmja mënyrë që të arrijë këtë është që të ketë një sistem gjyqësor të dobët. Pse të dobët? Është e vetmja hallk që mundet t'i thot ndal. Prokuroria dhe gjykata mundet t'i thot ndal abuzimit të pushtetit. Dhe ju po e shikoni, është një vendim për mas sigurimi që të çon drejt dyrëve të paraburgimit. Dhe të ndalon atë veprimtaritë palishme që ti e ke nisur. Nëse ti ke një sistem të vakët, të dobët, jo eficient, me mungesa që krijon kaq shumë problema për qytetarët, dhe ti prap fokusohesh atje, fokuson për vëmendjen e opinionit publik. Ndërkohë që këtej tendrat, shifrat, shumat janë marrë mend se ju denonconi çdo ditë, atëherë efikasiteti i punës drejtësisë bëhet aq i ulët, rendimenti i ulët aq shumë saqë vitet kalojnë dhe ne ngelemi prapë me retorikën që fajin e ka drejtësia. Pra, sistemi i drejtësisë është plan i mirëfill, i organizuar, i përcaktuar që të krijojë këtë lloj amullie, për të krijuar një terren. Pra, Kolombia për shkak të atij trafiku që bën, duhet ishte vendi më i zhvilluar në botë. Mirë, po mungesa e shtetit, eficiencë e shtetit atje e bën të mundur zhvillimin e asaj veprimtarie. Pra krimi dhe politika duhet të mos kenë ndikim nga drejtësia. Një ndër 3 pushtete pavara në bazë të kushtetutës. Ky është koncepti im në aspektin politik. Po të hyn detaje teknike, pastaj ju do dëgjoni edhe çuditëra përveç këtyre 3 parave që thash, i pranojnë vetë KLG-ja. Pra, sensi pyetjeve të mia. Më thoni një çudi që ju çuditë edhe juve vetë si ekspertë dhe profesionistë i fushës, edhe tani politikan. Po ja u themi gjë shumë thjesht. Domethënë, përfaqësuesit e 2 këshillave të lartë gjyqësor janë të 2 që nuk i përkasin gjyqësorit. Po, nuk i përkasin trupës gjyqësorit. Ja u bën pyetjen shumë thjesht teknikisht, që është diçka domethënë që ata e dinë si janë juristë. A ka ulje të pavarësisë gjyqësorit në mënyrën se si kompozohen këshillat? Është një pyetje që rëndom gjithkush nuk e kupton. Ju mendoni që është më i pavarur gjyqësori kur ka në përbërjen e vet 9 veta nga gjyqësori që zgjidhen nga shkalla e parë, nga shkalla e dytë, nga 3 nivelet e gjykimit, apo sot që ka 6,
Pra 9 përpara dhe 6 vinin nga institucionet tjera ose nga shoqëria civile, nga avokatia, profesorati e tjerë nga kuvendi. Tani janë 6 me 5. Kuorumi për zhvillimin e mbledhjeve është 6. Dhe vendimmarrja do të fillojë me 6. Sikur njërit nga këta që vinë nga gjyqësori, rëndom, ti ndodh një ngjarje pazakontë, një grip, një gomë makine e cila bie, një incident i pakëndshëm rastësisht banal. Kjo pavarësia e gjyqësorit. Pra kush më mirë se gjyqtarët i di nevojat e gjyqësorit? E dyta, kush më mirë se gjyqtarët e di nivelin e sigurisë nëpër gjykata? Ju e pa çfarë ngjarje kriminale e rënd ndodhi. Sigurisht. Pra janë dy ngjarje që tërheqin vëmendjen e opinionit publik. Siguria në gjykata dhe siguria në sistemin penitenciar në burgje. Të arrijë një burg sigurisë lart, të futet armë për të ekzekutuar dikë tjetër nga një person i cili është dënuar, kur aty edhe lidhsat e këpucëve kontrollohen dhe s'lihen që ti marrësh me vete, tash imagjinoni vetë ku ka arrit. Pra janë dy raste jashtë kufive të imagjinatës. Në gjykatë, brenda në gjykatë, qellohet me armë dhe vritet gjyqtar.